falënderimet të kujnë Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat e dërguar Muhammedit alayhi salatu wasalam, paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata që besojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës të ciklit ligjëratave komentimi i thjeshuar i Sahihut të Imam Muslimit. Jemi tek në kapitullin e radhës, te kapitulli i Haxhit, bab al-ihlali min haythu tanba'ithu ar-rahila. Niyeti për haxh umre bëhet kur niset mjeti i udhëzimit apo kur niset kafsha. Para se me fillu hadithet e leximit të këtij në kapitull dhe komentimin e tyre të thjeshuar, kemi mbet në ligjëratën e kaluar të këtij cikël, nga se është ndërprerë në fund incizimi tek hadithi thotë Ibn Omerit, që tregon djali vet Salimi, thotë Ibn Omerit kur I kanë thonë se ihramet vishen nga el-Bejda, dhe kuptojmë se el-Bejda, dhe kuptojmë se kush është për qëllim, ka thonë për el-Bejda, po thonë gënjeshtra, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguar Allahut ka bërë niyetin të druri kur ngjitej në devën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra Ibn Omeri këtë veprim dhe këtë fjalë ka konsideruar gënjeshtër, nga se realisht kjo fjalë që njerëzit e kanë thonë apo është prapë njerëzit është kundërshtim me atë që vërtet ka ndodhur. Andaj kjo do të thotë se ata njerëz që kanë thonë këtë, do të njëjtën e kanë thënë me qëllim të gënjeshtrës, që gënjejnë. Pra është përmendur në për do thotë komentet e këtij hadithi të ulemave se një vepër do të konsiderohet e tillë si gënjeshtër dhe nuk merret parasysh qoftë nëse është thënë qëllimisht apo do thotë jo qëllimisht, por që një vepër e tillë konsiderohet si mëkat, do thotë sidomos kur I mvishet asaj qëllimi, do thotë që është bërë me qëllim apo është folur me qëllim. Ndërsa vendi që është përmend hadith el-Bejda është vend që gjendej pas Dhul Hulejfes, që është në drejtim të Mekës. Dhe ky hadith flet për pohimet e disa njerëzve, të cilët kanë thonë se pejgamberi I ka vesh ihramet, qoftë për haxh apo umrë në këtë vend. Se kjo nuk është e vërtetë, nga se e vërteta është se I ka vesh një vend tjetër, gjithsesi do thotë më herët para se me mërite el-Bejda, por ai ka vesh tek pemët apo drunjët në Dhul Hulejfe, ku pasaj më vonë është ndërtuar në atë vend edhe xhamia, kush ka kryer haxhin dhe umrën e ka po. Dhe këtu është argumenti I dietarëve se do thotë mikati banorëve të Medinës është xhamia Dhul Hulejfe, dhe sa aty duhet me I vesh ihramet, do thotë duke mos pritet që me shkuar dhe marrë tek vendi, do thotë el-Bejda. Hadithi I parë tek kapitulli, do thotë në kapitullin e radhës niyeti për haxh dhe umrë bëhet kur niset mjeti udhëzimet apo kafsha, transmetohet nga Abdullah ibn Omeri që Ubaydullah ibn Jurayji I ka thonë: O Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Omeri ka pas noshkon Abu Abdurrahman, se ka pas djem Salimin dhe Abdurrahmanin. Po e shoh se je duke I bërë 4 gjëra, ndërsa asnjë shok tënd nuk e ka parë duke vepruar kështu. Atëherë tha Ibn Omeri, o biri I Jurayjit, cilat janë ato 4 gjëra që unë jam të I bëj si ke pa shokët e pejgamberit sa duke I bëu. Tha, pash se po I prek vetëm 2 ruknet e Yemenit, Qabës, duke mos I fërkuar të tjerët. Pash duke I veshur sandalet septije, do ta sqarojmë çka është për qëllim, se rrobat I ngjyros me të verdhë dhe pash se gjithsa ishin në Mekë, njerëzit I veshin ihramat kur apo në hënë re, kurse të I veshin në ditën e Terwijes. Abdullah ibn Omeri tha, kur është fjala për prekjen e 2 rukneve të Yemenit, kjo është për shkak se I preki nga se kështu e kompase ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Se ai ka prek vetëm këto 2 rukne të Yemenit dhe asgjë tjetër në Qabe. Se përket sandaleve septije, që do ta shohim çka është për qëllim, unë I vesh ato për shkak se e kam parë pejgamberin duke I vesh sandalet në për të cilat nuk ka çime, dhe me ato ka marrë abdes sallallahu alaihi wasallam. Për këtë unë dua që të vesh që qen pasues I sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se përket ngjyrosjes së rrobave, kjo është për shkak se e kam parë pejgamberin duke vepruar kështu. Për arsye unë pëlqej që të ngjyros rrobat me ngjyrë të verdhë. Do të është mundu cep pas cepi, ha pas sapi me qenë praktikuesi në sunetin e pejgamberit. Se përket fillimit të ritualeve, kjo është për shkak se e kanë parë pejgamberin që nuk fillonte me rituale derisa nuk nisej të thotë kafsha e tij sallallahu alaihi wasallam. Çështja e parë në këtë hadith I tha të parë se po I prek vetëm 2 ruknet e Yemenit. O për shëllim rukne I Yemenit, të cilën është, apo në të cilën gjendet Hajarul Aswad Gurizi, ndërsa të dyti ka shkruar pejgamberi të Yemenit për shkak të stilit në gjuhën arabe që e lejon këtë mënyrë të shprehurit, për shkak të ngjashmërisë së gjërave.
Çështja tjetër, sandalet që i tha pas duke i vesh sandalet septije, sandalet që janë të prodhuara nga lëkura dhe që nuk ka qime. Na e dim që shumica të këpuzve, sandalet të cilat janë prodhuar nga lëkura, e dim që nuk kanë qime. Pastaj tha njerëzit i veshën ihramet kur e pan hënën e re, ndërsa ti i veshën ditën e terujës. Hënën e re pra hyrjen e muajit Dhul-Hijja. Ndërsa ti e bune në ditën e terujës, është për qëllim dita 8 e Dhul-Hijjas. Dhe pastaj çështja tjetër tha, sqarimin që ja bune Ibn Omeri tha, se përket fillimit të ritualeve, kjo është për shkak se e kanë parë pejgamberin duke i filluar ritualin derisa do thotë nuk i fillonte rituali derisa nuk nisej kafsha e tij, pra është për dita 8 e Dhul-Hijjës dhe Arafatit. Njëjtë sikurse do thotë në kohën e sotme që haxhilerët udhtojnë me mjetet e udhëtimit. Do thotë edhe nëse rrim më herët nuk fillon do thotë veprimin e ritualeve të haxhit apo niyetin, do thotë mund të qëndrosh aty derisa të bëhet do thotë fillimi dhe nisja e mjetit të udhëtimit apo edhe kafshës që ka qenë në atë kohë. Do të mundohemi pra mos me i rizu hadithet nga 2 herë. Thot Abdullah ibn Omeri, që transmeton Gjelivet Salimi, thot e kam parë pejgamberi sallallahu se si i hipi kafshës së tij në Dhul Hulejfe. Pastaj e tha niyetin sallallahu i ngrahte devën e tij. Thot i thoshte ec. Thot dhe ajo ngrihej në këmbë dhe fillonte me ec. Pastaj babu salati fi masjidi Dhul Hulejfe, namazin në xhamin Dhul Hulejfe. Transmetohet prapë nga Abdullah ibn Omeri se pejgamberi sa ka thonë se i dërgoi Allahu sallam bata Rasul sallam bi Dhul Hulejfe mabda'ahu wa salla fi masjidiha. Tha Abdullah ibn Omeri pejgamberi sa me kaloi natën në Dhul Hulejfe prej aty nisej për në haxh dhe u fal në xhamin Dhul Hulejfe. Pra bujtja pejgamberit në Dhul Hulejfe nuk është normalisht që është ndonjë dispozit prej dispozitave as të haxhit as umrës, po ka qenë zgjedhje e lirë personale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka të bëjë me rregullat e haxhit edhe me rregullat e umrës. Babu tibi lil muhrimi inda al ihram, rreth parfumosjes së muhrimit. E kemi sqaruar çka është muhrim, është haxhia kur hyn në ihram. Do thotë me rastin e veshjes së ihramit. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot tayyibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hurmihi hina ahrama wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha e ka parfumos pejgamberin sallallahu kur i kishte ihramet dhe pasi që i kishte për ato avafit rreth Qabës e parfumosja pejgamberin sallallahu. Ky hadith ka thonë ulema është argument se muhrimit haxhijes umrëgjës i lejohet haxhijes në këtë rast i lejohet parfumosja atëherë kur synon veshjen e ihramit. Do të lejohet me qit deodorant në trup, me qit parfum para se me vesh ihramin. Edhe nëse gjurmët e atij parfumi duken edhe pasi që ti veshe ihramet. Për shembull ka se parfumi i shtrenjtë apo deodorant shtrenjtë që njëri e çet trupin e tij dhe i vjen mas 2 ditë era ende i vjen. Edhe dikush habitet thotë si ka mundësi ti me qenë muhrim, me qenë në periudhën e ihramit edhe po çet parfum se është ndaluar. Atë normalisht njëri ason dhe thotë që është për parfumeve të shtrenjtë dhe ende ka erë. Thotë nuk dëmton era parfumit edhe nëse vjen mas 2 ditëve. Normalisht ajo që nuk lejohet është që mu parfumos njërin gjatë periudhës kur është në ihram. Ky do thotë është mendimi i dietarëve dhe gati do thotë është ixhma në një gjë e tillë. Pastaj transmeton Aisha radhiyallahu anha prapë thotë tayyibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi li hurmihi hina ahrama wa li hilli hina halla qabla an yatufa bil bayt. Tha e kam parfumos pejgamberin me duart e mia kur deshi që të vesh ihramet dhe kur deshi me hjek ihramet para se me bëu tawafin, do thot i fadha. Do thot pas gjujës së kuralezve, pas edhe së kurbanit dhe shkurtimit të flokëve, haxhiet i lejohen të gjitha gjërat që i ka pas ndaluar gjatë periudhës së ihramit. Vetëm një çështje nuk i lejohet. Cila është ajo çështje? Afrimi apo marrëdhëniet intime me gruan e tij. Hadithi i radhës prapë nga Aisha thot kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt.
E kanë parfumos pejgamberi sallallahu kur e kishte vendos mi vesh ihramet dhe pasi i hiqte ihramet para se ta bënte të bëj tavaf Ka'ben. Në bazë të këtij hadithi dhe disa hadithe tjera arrihet në përfundim final se lejohet parfumosja, lejohet me ushqim pasqyrë dhe lejohet me përdorë ilaçet e nevojshme. Normalisht përmendet në thënien e Abdullah ibn Abbasit, në të cilën thënie konstatohet se muhrimi nëse e lëndon këmbën ose dorën, mund të lëshë me ly me vaj ose me ndonjë, do thotë ilaç tjetër që me e kuru këmbën nga lëndimi apo nga probleme që ka pas dikush për njerëzve. Transmetohet nga Aisha se thot pa jeptu Rasulullah sallallahu alaihi bi dhariratin fi hajati al-wada'i lil-hilli wal-ihram. Me dorën time e kam parfumos pejgamberin sallallahu me pluhur të aromatizuar të zerires. Do ta shpjegojmë çka është për qëllim. Në kohën e haxhit të lamtumirës, gjërsa nuk ishte në ihrame dhe kur ishte në to sallallahu alaihi wasallam. Është për qëllim aromatizim i zerires, është pluhur me aromë i cili zakonisht do thotë ka burimin nga India. Imam Abu Hanife, Abu Yusuf dhe Zuferi. Abu Yusuf dhe Zuferi janë dy nga nxënësit kryesorë, se i tretë është Abu Muhamedi. Edhe Abu Hanife mendojnë se haxhiut nuk i ndaluat që para se të hyjnë në ihram me përdor parfyme dhe mjete kozmetike, pavarësisht a mbesin këto gjurmë mbas veshjes së ihramit apo nuk mbesin këto gjurmë mbas ihramit. Pastaj hadith tjetër edhe thotë është edhe hadithi prapë nga Aisha, se shumica haditheve nga Aisha thotë kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi atyab ma aqdiru alayhi qabla an yuhrima thumma yuhrim. Tha kam parfumos pejgamberin me aromat mirë që kam pas para se të vesh ihramet. Dhe sa pas kësaj, pas parfumosës i ka vesh ihramet. Do thotë realisht veshja e ihramit është një lloj përkujtimi për secilin prej neve që në këtë formë njëri ka mund qefinos. Do thotë mos më merr vetëm veshje formale, por me lona dhe gjurmë dhe mësime veshja e ihramit. Madje shumë prej haxhilerëve i ruajnë ihramet dhe i porosisin familjet të tyre që kur të vdesin me ilon, me ilajt, me pasru dhe me mbështjell me ihrame, me të cilat ihrame e kanë kryer haxhin dhe me i varros me këta. Normalisht është ndjenjë kush e ka përjetu, kush e ka kryer umrën ose haxhin, që kur ti veshësh ihramet, duhet për mashkullin me i hek të gjitha çështjet që i ka brendshme, qoftë ma izmenshme apo thotë të brendshme të tjera, edhe mbetet vetëm me ihramen. Edhe normalisht kjo është një farë lloj përkujtimi se njëri të thotë ka më varrosur në këtë formë, pavarësisht pasojës që e ka, nuk do të merr me veti vetëm 2 copa bezi apo 2 copa ihrami. Për arsye është e pëlqyeshme që i vdekuri me mbështjell me qefin të bardhë. Dhe qefinosja me qefin të bardhë, kanë thënë ulemaja, simbolizon pastërtinë e besimtarit dhe dëshirën e Allahut azza wa jall që ky besimtar dhe besimtarët më u paraqit Allahut pa mëkate. Edhe normalisht çish pastrohet njëri pas sa me vesh ihramin, edhe na pastrojmë do thotë xhenazën të vdekurin para se me vesh do thotë ihramin. Dhe normalisht kryerja e haxhit nuk është vetëm kryerje formale, por do thotë të kujton edhe gjëra që kanë bënë me botën tjetër. Thotë Aisha prap طيبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. E kam parfumos pejgamberin derisa ishte në ihrame dhe kur i vosh ihramet, do thotë para se të kryej ritualet me parfumin më të mirë që kam pasur. Thotë Aisha e kanë gati normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë para se me i vesh ihramet ose pas zhveshjes së ihrameve. Thotë i kanë gati, thotë burrit të saj radiallahu anha dhe ka pas që vazhdimisht me qenë në pastërti më të mirë të mundshme. Dhe ashtu thot Aisha radiallahu anha, كأني أنظر إلى وبيص طيبي في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. Thot Aisha, më duket sikur tani jam duke pa shkëlqimin e aromës në pjesën e flokëve pejgamberit derisa ishte në ihrame. Thotë është aroma e ihrameve të tij, disa prej dietarëve kanë thënë se është për qëllim kjo. Pra ishin gjurmët e parfimit dhe aromës, të thotë të cilën aromë dhe parfimi ja kishte vendos Aisha radhiyallahu anha pejgamberin para se me vesh ihramet dhe që ishin ndalur në flokën e tij
dhe pas veshjes së ihramit. Thotë ka qenë parfimi i lëngshëm dhe normalisht lungu i parfimit dhe që ka hedhur në kokë është vrejt gjurma e këtij parfimi edhe në ihramat e tij pasi që e ka vesh ihramin i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Aisha e kompar këto dhe kur ka filluar të thot me thon telbien, thot me thon mbas e ka bën jetën, edhe kompar të thot që ka gjurmë të parfimit, të cilin parfimi ka më hedhur në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot Aisha radhiyallahu anha kuntu utayyibu process hadithet e njëjta النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. E kom përfajmos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me vesh ihramin, por edhe në ditën e Kurban Bayramit para se të bënte tawafin edhe të Ka'bës me parfumet të cilin kishte thot misk, parfum shtesë me erë më të këndshme. Realisht në fikhun e Islam, hax njihen dy lirime nga ihrami, dy dalje nga ihrami. E para është lirimi nga ihrami ndodh në ditën e parë të Kurban Bayramit, pasi që haxhiu i gjun gurt në Mina atë ditë, e rrun kokën dhe ose i shkurton flokët. Me këtë veprim haxhiu t'i bën të lejuar me gjitha punët që i ka pas ndaluar se ka qenë në hax. Me përjashtim marrëdhënie intime me gruan e tij. Nga ai moment haxhiu mundet me i përdor parfimet, mundet me i mbajt rrobat, do thotë gjata, atë kuptime fjalës edhe me mbulu kont, mundet me shkurtu thojt, për shembull ose qimet dhe vendet e turshme të trupit. Dhe lirimi i dytë, do thotë kanë thonë ulemaja është pasi që haxhiu me krye tawafin i fadha, po tawafin kryesor të haxhit, që është prej rukneve të haxhit. Atëherë në këtë rast bëhet lirimi i dytë, edhe haxhiu t'i leron edhe marrëdhëniet intime me gruan e tij dhe normalisht kjo është do thotë lirimi i dytë, do thotë nga ihrami për haxhiun në fjalë dhe nga kjo moment normalisht i lejohet çdo gjë, do thotë haxhiut. Aisha radhiyallahu anha thotë ka tregu që unë e kom përfajmos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para veshjes së ihramit, pastaj i vizitonte gratë e tij e pastaj do thotë e vesh ihramin sallallahu alaihi wasallam dhe ende thotë i ka ardhur, do thotë aroma e këndshme, do thotë edhe e shishme nga parfumosat që ja kanë bërë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Besoj që për sot mjaftohemi me kaq. Inshallah ligjatën e ardhshme vazhdojmë bab tahrimi as-saidi lil muhrim, ndalimi i gjuetis për thotë haxhiun që është në ihram apo për muhrimin, do thotë ndalimi i gjuetis, do të sekmi do thotë hadithe në këtë 9 kapitull. Zoti ja lesoft atyre që kanë mundi të shkojnë hax, ja pranon haxhin, ndërsa neve na mëson që me shku me vizitu prap atë vend të bekun. Walhamdulillahi rabbil alamin.